Pas mungesës së shitjes së prodhimit të rrushit apo rakis në vendin tonë, fermeri Abdullah Kurti, i cili jeton prej shumë vitesh në shtetin fqin të Greqisë, nga fshati Bërshi i Klosit, ka gjetur një zgjidhje. Për shkak se këtu në vendin tonë nuk ka arritur të shes qoftë rrushin apo rakin, këtë të fundit ai po e tregton në vendin fqin. Pas 25 vitesh në emigrim në shtetin fqin, Abdullah u kthye dhe investoi në vresht rrushi në fshatin Bërshi. Edhe pse pati shumë shpenzime për të ndërtuar fermën e tij, ai shprehet se nuk arriti asnjëherë të shes prodhimin. I gjendur në këto kushte, dy ishin zgjidhjet ose ta hidhte rakinë e prodhuar nga rrushi, ose të shiste në shtetin fqin ku jeton me familjen. Me gjithë sakrificat, ai e ka shitur një pjesë të prodhimit në Greqi. Kam bëj investime, me punime, me frezime, me gjitha, me rakije me gjitha, po si thonë mohabedit, malli nuk hec. Shpenzime ka sa dush. Paktën 9-4 milion lek viti nuk mbyllet me shpenzime. Si merr punëtori, e ilaçe, pleh kimike, pleh organike, gjitha. Prodhimi ngelet stok se nuk gjë rrugëzidheve që akum qunë Greqi, me sakrifica e me shpenzime. Qa kom prodhu nuk quhet komplet, se ajo në shumë rakije, kom gati 7 ton rakije më shpej, gjenje. Po ata si kom pas mundësi, kom qua nej. Me sakrifica, po, 3 kshitje këtu nuk kom gjetë. Mirë, këtë në pi grumullimit, ta qëp ta ikim se ajo me mirë bëhat, po puna se... Duhen lekët? Duhen në lekët, se pa lekë s'bëhat punë. Si kazan ka shku 2.550 euro me gjithë transport. Kazan e kise bleva, se kjo është me një të zime 2 herë rakia. Nëzirë më pak rakia, si sasi merë një lojt me kazani tjetër, si sasi volumi këshu bërcejnë. Po rakia që 2-3 litra më pak se kazani tjetër, se është erë zime 2 herë. Zjetë ka ato shtreset e veta këtu, ka një shtres, tu ka shtresën tjetër. 2 shtresat janë për të zy 2 herë, vje bërcejnë dheri këtu, edhe kthehet mrapsh. Ma cilësore, pa që ka diskutim, po ajo raki nuk shqitë këtu. Se ajo raki, si thot ai tjetri me 4.000 leku, do të shes 8.000 këta. Tu me 4 se merë kushë, jo me 8, me 8 harroje. Në Greqi e kom shqitë paktën me gjithë shpenzimet si bëj gjatë rrugës, 6 euro për litër, ja morë. Edhe shpenzimet si bëj për transportin. Nga ana tjetër, fermeri Kurti thotë se shteti duhet i mbështesë për shitjen e prodhimit pasi në të kundërt falimentojnë. Po të më gjenë 3 shteti unë du me heqë, se kom blokuar shtëpinë, ka 8 vjetë se kom blokuar shtëpinë, sigur merë shumë me qira shtëpinë, mu më lëvërdes. Të paktën 1 milion lek, 100.000 lek të reja, ja morë në vitë shtëpijës. 8 vjetë janë 800.000 lek të reja, 8 milion lek vjetra, janë humja ato për mu. Po pa hek mallin nga shtëpia, su në shimi qira. Ku ta qej? Ndim nga shteti nuk më ka afru kush ndim. Derisa s'm ka afru kush, sa të bësh? Shumë fermerë të vreshtarisë përballen çdo vit me mungesën e shitjes së prodhimit për shkak se nuk ka pika grumbullimi apo çmimi është nën koston e prodhimit.